2 ditë duhet që të mbaroje gjithë shtëpia së pastruari, edhe pastaj ja e nis nga e para. Ky është problemi, se sa e mbaron një dhomë, fillon dhomën tjetër edhe pastaj dhoma që e ke pastruar do bëhet prapë alltysh derisa të mbaroje gjithë shtëpia. Çfarë të bëjmë njerëz të dashur të bukur kur ke fëmijë të vegjël, kështu është. Nëse nuk kemi ç'të bëjmë tani, pasi mbarova kap lart, zbrita te kapti poshtë, për të fshirë, për të larë, për të marrë pluhra, të gjitha me radhë. Në tokë neve kemi këta tapetat që nuk lëvizen, vetëm i kemi për të fshirë, edhe pastaj një herë në 6 muaj ose kur e shikojmë të nevojshme, i bëjmë pastrim kimik, si e thonë, nuk e di tani, do më falni. Ka kështu fshesa apo stafate që mund t'i marrësh me qira edhe t'i pastrosh tapetat që janë në përde, që nuk i lëvizim do t'i nxjerrim jashtë edhe t'i lajmë. Gati është edhe dhoma e pritjes, pastroj, mbaroj çdo gjë lamp.